Shikues të nderuar, jemi live në të 7 me emisionin Zanat. Sonte do të flasim për gjë më të komentuar në shqiptari, për temën e cila është në çdo shtëpi, është tek secili njeri, është në shkolla, në institucione, në rrugë, në kafe e kudo tjetër. Por mohohet se këshyret, mohohet se ndiqet. Nuk është as çështja e presidentit, nëse do ta zgjedhim apo jo, nëse do të shkojmë zgjedhje apo jo, sepse hiç kjo s'është më rëndësi. As nuk është çështja e shkarkimit të Elisas Piropalit në Shqipëri, as kjo s'është temë hiç më rëndësi. As nuk është çështja e shqiptarëve kudo, apo ecin përpara apo jo. As nuk është më rëndësi rritja e çmimeve, as nuk është më rëndësi jeta e vështirë, as nuk është më rëndësi shëndetësia në Kosovë. E rëndësishëm është veç Big Brother. Mirë po, ne e mohojmë që e këshyrim. Pse po e mohojmë që e këshyrim? E kjo është tema për cilën do të flasim sonte me disa super mysafir, me disa mysafir special në studio në Zanave, ku për herë të parë në studio në Zanave është gazetari Kestrim Kumnova. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën që gjeta. Kënaqësi më të pas në studio. Në studio në Zanave është përsëri edhe Zoja Nushi. Zoja, s'po them mirë se erdhe se në shpitare e të shtatë. Jo, se në shpitame, po. Vish mirë se ju gjeta, apet unë e ku ju tha. Në studion e Zanave. Sonte me ne është edhe Labinot Nimani. Mirë se erdhe, Labinot. Mirë se ju gjeta. Kënaqësi më të pas në studio. Ana Kavashi. Kënaqësi. Bukur me flokë ndryshe, Ana. Thank you. Era dhe Paulina. Kënaqësi një zëri. E kërkoj rregull të misionit. Kestren, pse Big Brother mohohet se e këshyren, mendojnë që është turp, madje sikur e bëjnë një farë lloj përqeshje për ata se kush këqyr Big Brother, mirë po është tema më e diskutuar. Nëse sheh gjatë prajmave të Big Brother, rrugët janë të shprazura, sikur për iftan njëjtë. Domethënë asnjëri në për rrugë, as i kerr, as kur gjë heq, thjesht janë në shtëpi përballë televizorit tu e ndjek Big Brother. Por pse mohohet? Se secili e gjen veten brenda, tani personazh brenda, edhe këto reality show zakonisht kanë një farë përfaqësimi strukturës shoqënore të një vendi. Domethënë banorët që hyjnë brenda përfaqësojnë strukturën shoqënore të një vendit, edhe normalisht që gjitha grup moshat, gjithë njerëz me background të ndryshëm, pak a shumë të secili personazh e gjejnë nga pak veten. Po shërbejnë këto personazhe brenda edhe si një pasqyrë për sjelljet, veprimet e secilit prej nesh, sepse ne shohim aty një veprim jo të mirë, edhe automatikisht e qesim veten në atë pozitë, ose e shohim një veprim të mirë që e marrim si model për sjelljet tona. Pra është ndërlidhur me emocionet tona, e gjithçka që ndërlidhet me emocione sigurisht është tërheqëse. E pse mohojmë? Pse sigur e këshyrim tjetrën e thonë, ti po këshysh Big Brother, mirë po gjithë e këshyrim. Po te mohimin është çështje kulture më shumë. Na mohojmë shumë çka, na mohojmë vetveten, na mohojmë tjetrin, e mohojmë lirinë e tjetrit. Na ndoshta liria që ata banor brenda e kanë me vetveten për shkak që kanë 24 orë para kamerave, pak na boneve mundit friksume dhe të refuzum prej asajna, kështu që ason se këshyri. Në fakt jemi siguraj populli që më shumë të i përqeshim, thashe thëmet, i paragjykojnë, mirë po i bajnë vetë mas shumë tje. Mas shumë të mirë. Zoja? Unë e menoj se çështja e Big Brother nuk është që duhet më të ardhë marrë me këshyrë, së është thjesht çështja e preferencës. Ti nuk mundesh me ndalu dikuj çfarë preferencë ka edhe shka i do me këshyrë. Na besoj që kena shumë probleme më të mëdha me cilat na duhet me u mirë, jo me u mirë me Bigun, edhe me thonë që po na jep shemboj ose është diçka që nuk duhet me këshyrë. Nashta Bigu të largon pak për realitetit edhe prej stanëve të përditshme dhe problemeve të përditshme, edhe shumica njerëzve të afron, po të largon për problemeve tjera, më thonë shtetërore ose po, edhe ti nashta e gjen veten tu ik pak realitetit edhe tu e këshyr dikon mbrana në Big, tu e gjet që shta Kestrini një personazh aty që doket pak a shumë si ti, pak të dikush, po që une asnjëherë nuk e llogariti shembull se Big Brother është formati i fundit që ti duhesh me llogarit në televizion që është një shembull, sepse na dim që Bigu është arktus, është një preferencë të cilën ti mundesh me zgjedh, mundesh me dhezë televizorin kur don, mundesh me nal, edhe nuk mendoj që është diçka e keqe. Ana? Unë mendoj që Ana, ti ke provu këtë eksperiencë vetë. Po. E den mas mirë nështë ta me folë nga branda çka është. është eksperiment në vete psikologjik, që për një me nuk mëj mja o spjegu që mrena është kitë ndryshe nga jo që shojë njerëzit jashtë. është një eksperiment që lunë shumë me nirvat e personit edhe të regën karakterin tënë nësë cilën aspekt të personit që je. Do me thonë balafaqosh me situata që ndoshta një jetën realisht që balafaqo asë njëherë. Sa mund është mi bo bal, aty të regën tis qëfar eksperiencë në jetë ke pas edhe qëfar karakterit fort ki
nëse ki, nëse se ki. A është mirë, a është keq, mendoj që duhet të shtrohet pyetja në atë mënyrën që apo e shikojmë Big Brother për me hub kohën, apo po kalon në varësi. Edhe a kiti kontroll në momentin kur do me nal. Edhe a do me pa që kjo nuk ka t'jep ty diçka të mirë, po është t'jep diçka keq në jetën tonë. Kështu që do të m'ja bo njerëzit qatë pyetje ndoshta vetës, edhe mos me lënë me efekt, edhe mos me marr diçka reale, sepse nuk është reale. Ana, a janë të vërteta gjithë që atu britma në Big Brother, sepse në një prej emisioneve ku isha live, unë thash që nuk mendoj që ka njeri të nkohen që grindavec, sa rrinë 24 orë vështu për plas me dikon, të usha me dikon, nuk ka njeri që është keshtë, me thonë, jo me thonë drejtën, nuk është pëllon, me thonë drejtën nuk është, po 24 orë me najtë vështu për ti. Edhe tu i shoh tjetrin edhe tu përplas me tjetrin, unë s'mendoj që është në koncept që është reality show, a vetë duhesh me shfaq veten me bosa me dinamika. Shumë natyrë njerëzore mbi gjitha kjo. Nuk është shumë reality show, njerëzit me kuptu bre mos e marr çka seriozisht Big Brother. Është edhe reality, po është edhe show. Po ata duhet me di se vetë jetën duhet me marrë seriozisht të paktën një vetmja gjë reality që është që ata persona që janë aty dhe çish reagojnë ata persona ndaj situatave, apo din, po të ketë, domethënë ndryshon produksioni për produksionit. Kur kam qenë unë në Big Brother, na kemi qenë në situata shumë më normale. Tash ka rëndësi edhe produksionit çish ty dën me të paraqit, edhe çish të shes si produkt për me të shit te publiku. Ti ndoshta jeni produkt këtë tjetër, po ata çat që krijojnë këtë situatat edhe kamera ka shumë, po aty janë dy që dalin transmetim te na. Do me thonë, 2 kanale dalin të na. Ata fokusohen në që ato që dojnë ata mi paraqit të publiku. Nuk ka të bëjt i mundush me folë të në ditën, nëse produksionin nuk do me qitë ty në pa të publiku, kërkush s'ka me po. Po që edhe të që e mundë rridh me zonën se tha që është e mundur që 24 orë rinë aty mrena dhe janë super aktive dhe kalojnë non stop veç që të bërgjit edhe zhurë, po besoj tash ti që e kanë mrena adin hala ma mirë se izolimi nuk është si me kanë jashtë. Vetë faktit që je mrena izolume dhe nuk i ka me jamajt edhe je me po të njëjtit njerëz, se nashta në jetën reale ti nuk kishe debatu edhe nuk e kishe Njëtën reale me ta, dhe që e nështë është arsye pse ata i që nuk kanë pak ma agresive dhe me eskalu edhe mos më kanë vetë vetja. Kjo të regën për personin që janë ata aty mrena. Për shambull, une njifna një jetën e përdeshme pak ma impulsive, po mrena unë kom pas durim ekstrem shumë. Nuk kom bërtit, nuk jem ka për një kafe me qit, mos me qit. Adin ka pas njërës që jenë marrë me detaj, ka pas njërës që jenë marrë në prime me tema të rëndësishme. Ta shtiti të regën, dalojnë persona për personin me qka do më marrë dhe qka do me bo zhurëm. Po dhe nashta që kalojnë shumë në personale, që binë sa në nga jashtë dhe persona mrena aty që janë, jo për në faktit që ata nuk janë gjendje me umirë me sa në shka ndodhe mrena shpis, me nëzit naj debat, me nëzit naj muhabet tjetër, edhe faktit që ata marrin i përshin edhe familjarë që së në pjesë atë. Për zotën e se janë të vërtet që ashtu në këfillu më ushqesu për ta. Në fakt, zonë, kur thot dikosh kur thot jo në këmbo loj, këtë në regull mund është me pas naj ide për me zhvillu një loj, por asë një person nuk mundet me dalë prej vetës sa që është. Altin qaj njëri jeti, 24 orë... Po dhe pak e bërë për show me naj. Pak vjetë më ko nervoz me bërtit një aki me malë. Ate që vetë e kalzën vetën, ti e kalzën vetën, ti nëse une ti më bërë jo, ati edhe pëso është dalimi tjetër, është rjetës sociale për shkak që ta shkëshyri ma shumë e dojnë në rjetës sociale, me u bo meme, me u përfoj që është mënyra që qysh njerëzit e fitojnë atë simpatim. Që kjo është ideja që ti po zgjedh, do me thonë. Ajo ka zgjedh vetë mu buqa si personi. Që vi bjerë një fake. Je fake dhe? Exactly. Ata në të zgjedh vetë mu boq ashtu, se jo që... Në fakt, Big Brother po shikohet edhe kjo nuk mund të mohohet. Ne mundet me na pëlqy, se mundet mos më na pëlqy, por është një format i cili ka një impakt shumë të madh në shoqëri, dhe kur them se ka impakt shumë të madh në shoqëri, e them gjithmonë nisur nga deklaratat të cilat japen aty dhe pastaj është se çfarë trazire dhe temi shkaktojnë në publik. Për shembull, ishte një prej deklaratave të asoj vajzës që është në Big Brother VIP Albania, Brikena, e cila tha se për një shpull, për një shuplak nuk e kisha prish martesën, që mboni me reagu edhe mu, sepse unë mendoj që është shumë e rrezikshme që në një format ku shihesh në numër aq të madh të njerëzve të japësh një deklaratë të tillë e cila e stimulon dhunuesin dhe e bind viktimen se
një shuplak nuk është dhunë. Në një, në dy. Pastaj vjen po e njëjta vajzë me deklaratat e llojit si un kam dëshirë të jem ajo nusja që zgjot në 5 mëngjesit edhe e pastron në burin, edhe ne po luftojmë për me e largu një figurë të tillë të gruas, edhe pastaj kjo na promovohet në një format. Po mendoj se ka herë ju imponohet banorëve mrena, se nëse Brikenën paraprakisht e kanë paragjykuar si një mes që është bë virale për skenat e saja, unë mendoj që asaj ju ka imponu pak me lujtat rolin e çikës më shtëpiake, çikës më të mirë që më ndrumën. Tu mos e llogarit që ajo është të dhënë mesazh jo të mirë jashtë. E po fiks, aty është shqetësimi jem pastaj të mesazhet të cilat po japen. Pastaj është kjo vajza tjetër që është në Big Brotherin e Kosovës, Eliona e kam përshtypjen. Eliona apo Eltiona? Eliona. Për situatën e të cilës ne të gjithë ndjejmë keqardhje, sepse me të vërtet ka qenë një humbje e madhe, edhe kemi ndjek keqardhje edhe kur ka ndodhur një aksident ku ka qenë e përfshirë edhe familja e saj. Por në anën tjetër unë mendoj që ajo vajzë është dashur me qenë në shkollë. Edhe unë mendoj që në këtë periudhë ajo vajzë është dashur me u marrë me fustanin e maturës. Ajo vajzë nuk ka pas kohë me diplomimin e saj, ajo e ka ndaluar shkollimin. Sa vetë me sa diu? E kalon shkollën. Po, e kalon shkollën, domethënë nuk e ka përfunduar shkollën e mesme dhe është bashkangjit e formatit të Big Brother. Ti dush me qenë fëmijë vëlla, ajo çik më vjen shumë keq që ajo çik nuk ka përjetuar fëmijërinë e saj mas pori. Çfarë tragjedina ka pas? Ajo s'ka pas kohë me qenë fëmijë. Kjo e keqe. Të drejtën e ka, por në rregull nuk është. Jo, kur je 18 edhe under 18 ti s'ke të drejtë. Domethënë ti nuk je fëmijë. Se ka përfunduar shkollën. Po ajo më thënë që shumë e rëndësishme 18 vjeç shkollën, se sa me hyn Big Brother. Po në shkollë më herët nuk hyn 18. Por mesazhi është shumë e rëndësishme është që një i ri ta përfundoj shkollimin e mesëm dhe të ndjek pastaj edhe rrugtimin e tij të shkollimit, se sa ti bashkangjitet le të themi një formati të tillë si Big Brother. Dhe ky është një tjetër mesazh. Pra, çka po ndodh në këtë Big Brother? E kemi një fëmijë brenda këtij Big Brother. Po çetë ajo duhet më dalë që njerëzit e kanë marrë si shembull, si figurë që ajo është shembull për moshatarët e saj. Që faktikisht dalim që s'është shembull. Në njërin anë, nëse shohim për moshën që ka dhe për gjërat që kalon jashtë, për me hy brenda në një format si ky, unë mendoj që nuk do duhej të barazoheshin. Ajo është e famshme për historinë e saj. E ka tragjedinë e saj në familjare. Kjo është e mira Big Brother. Big Brother do të thonë. Po ama Big Brother nuk është gjuna. Big Brother nuk del me mbledh njerëzit që kanë nevojë dhe rishtim rana. Ajo është Big Brother VIP. Për shkak të tragjedisë që kanë thirrë dikon brenda? Ajo është edhe në TikTok ka pas. Për që ka hin beg, okej, unë e pajtona me atë që ka hin beg, e ka po moshën e saj. Për që u dash me një shkollën edhe me vazhdu në shkollë, unë jam për atë që dohet. Por kjo nuk e ndalon faktin ato është e mira. Atim se nuk është e mira. Personazhet brenda Big Brotherit nxisin debat për stereotipet, për botkuptimet, nuk ka debat për fatkeqësinë e një vajze të vogël. Ki drejtën e plot me vendosur për veten tonë. Ka nevojë me ushëru, sepse ka përjetuar çfarë senet këqija në jetën e vet. Nuk është një person që do të më fut në Big Brother. Big Brother njëri normal, domethënë është shaq që nëse e kish kaluar shërimin nuk e kish shtjelluar situatën prapa të mbrapa, se nëse ajo jeni tu stigmatizu, sepse në momentin që ditën që ti kjo është kënë zingjirë, nëse ju thoni që ajo dosh 18 vjeç mi vazhdu shkollën, kjo është kënë zingjirë, mase dikush thot po se o dosh mi kry shkollën e mu martu, o dosh mi i cili ka përjetu gjana të tilla, duhet marrë dhe me marrë shembull me ushqyret tjetërën që ajo shërben për shumë vajza të reja si motiv i një vajza të fortë, një vajza të fortë, se s'pikëshin anën pozitive, që ajo ka shërby si model për vajza të reja, që pavarësisht çka përjeton në femirinë tonë dhe në jetën tonë, ti prapë më vëshme me treguni maturi, me treguni me maturie produksioni që e ka përgjika në e. Më kur in denial me personin që është. Për një person 18 vjeçe e cila ka
vendosur me dëshirë me dëshirë të vetën, me nëse familja ty të përkra me u fut në diçka që nuk është e mirë për ty, se ti je hala fëmi, po s'ka unë e dhe opinionin të ti kush je me kalzuar mirë sashtë, mos janë listi me ti, nuk ka të me ti, nuk ka të me ti, unë e kom punu në organizata jo qeveritare të cilat më kanë dimu, shumë edhe kom përkëthy edhe kom punu në i cënë shumë normale, nuk jë të gjiku në ato pse ka hi. Unë jam të thonë që një person unë jam të thonë unë nuk është me demotivim ta kësha sugjeru me mbuvish pak apo është me mbuvish një minut një vajzë e cila ka përjetu tragedi që nga mosha do me thonë i ka ndodh shumë sale të këqia në jetën e vetë prej moshës 13 vjeqare nëse s'ka bëj edhe ma e vogël deri në kohën tash që është ajo qika është halo të e vujt këtë që ka ndodh unë nuk jem ka thonë pse me hitin Big Brother gjësqysh. Unë im të thonë, ti si një vajzë e ri, e vogël që ki përjetu që ka shumë sane, mas pari dush mu shëru si person, sepse ki nevoj mu shëru si person. Ki nevoj me përjetu, nevoj me përjetu të mëri. Po fekt, si do mos Big Brother, atë eksperimenti, si që ki rrud është Big Brother. Ajo problemin pas Big Brotherit me ato edhe kjo pastaj është pasoja tjetër që për njerëzit të cilët janë ndoshta të ngritur në gjithë secili prej çatëve në shehin e marrin vetëm parasysh që shkan me përballu famën ose sa në tjera. Po, sepse ajo është shumë e vëdeshme sepse populli shqiptar e ka marrë si shembull si një çik shumë e mirë që dhe me debatu, dhe me kriju situata me tonë sinqerisht unë e kom dhënë një mendim unë asnjë në kerë në 25 vjet se u kisha dhënë. Se janë total padijshëm. Nuk është një shembull se me marrë shembull të një femën, atë një çik ka shumë. Si me thonë një 60 vjeçar nuk din kur gjo, edhe për një 18 vjeçar me thonë nuk din kur gjo. Janë të pa pjekun, janë të pa vendin, Marrë këshyri veç aksident dhe matë muaja, shpeci matë muaja, kush e bënjën që të asoj moshe. Se jonë të pasë dhe me marrë vendime. Na nuk po du me dëgju labinotit dhe kemi të asatën dhe bëdin. Na nuk po jahubim kualitetet qikës. Qika është super smart, i ka tonat mirat. Veçëm të thonë që nuk është e duhun nëse ti ki përjetu qaq dhimbje nuk mund është ti më shëru qaq shpejt. Se je fëmi prej moshës 13 vjeqare. Kualitetet i ka edhe qika është e mrekullueshme për me përjetu kësi gjana dhe më fund më shku me qumë Big Brother. Aja nuk ka të regu që ka elemente që nuk është gatshme. Që si reality show si Big Brother nuk e kanë as qëllim me promovu diçka me vlera në publik. Prandaj është edhe arsyeja pse nuk e gjykoj. Nuk ka dashme të qenë atë. Jo, ata dëgjona, vesta dëgjona minutën e... Do të hapim debatin me njerë, vesta dëgjojmë labinotin edhe erën se të jam markuar. Edhe ma erët nuk është program as arsimor, as edukativ, as është reality show, është këshyret veç për më kënosh. Dikush e këshyrë pëse i pëlqen x personi, dikush pëse i pëlqen x personi tjetër, për që ka brenda personazhe që për i me ka një mesazhet gabume, për pas Elionës, ka qenë edhe Alba për shembull, e cila konstant do më thonë e ka nëmvlerësu vetën edhe nuk e ka pas... Alba u kom perfekt më rap. E ka pas mungesën e madhe ndaj respektit vetës, edhe ka jep një mesazh shumë gabum në karshi një raporti normal me që një femre dhe një moshë. Alba u kom perfekt! Alba e mençme, inteligente... Unë e shabatin të qatin me të një grup Në përgjithsi në Big Brother mblidhen personazhe prej moshave të ndryshme. Mosha e Elionës për mu edhone isha kon pro asaj që nuk është e duhur, sidomos për një person me një të kaluar si Eliona. Edhe aty shohim gjithçka, po domethënë ata nuk janë predispozuar të jap ty asnjë lloj. E tash ka jap më një përgjigje të kësaj, edhe pse ka hi ajo si 18 vjeçare, pse njerëzit duhet me marr për gjëna. Në këtë rast që po thonë nuk është një shoqëri. Se shqiptarët dojnë viktima, ti s'mundesh me ndryshosh mentalitetin jonë. Tash llogaritë mentalitetin çysh e llogaritin mikun edhe çysh i llogarisin banorët mbrëm, edhe në çfarë konkluzjoni vjen si përfundim Si ato e viktimizuar. Jo vetëm vetën e ka viktimizuar. Dinitet që me ka përshkruar vetë. Nuk e kon për Elionën, Na veçën ato thonë.
Tu kujta shumë për situatën Mua nuk më pëlqen loja e viktimizimit. S'ka të bëjë me personazhin, s'ka të bëjë me historinë. Hajde tash ti ki ta përmendjes zvan, ti ki përjetuar S'ka të bëjë me personazhin, s'ka të bëjë me historinë. në Shqipëri, Personazhi është shumë okej, historia sajna është bagazhi. Jo se Ajo histori nuk është në Po ta marrni shembull çfarë populli jemi me O ti djalë, ti e ka ndryshuar fjalë pas pari, kur kush s'ka thënë, ti do ndusëri shpëtën. Shkon Big Brother zamanës se nuk e perfekt. Me ojën të kisha Nuk bën ja mohu Elionës. Nuk bën ja mohu Kur s'ka e mohon për njëri ai të kuptuti. Na ja të thosh historia është në rregull. Këtë fajin është exactly. Të mira ti ka. Kushin aty sa i përket lojës së vësë Ajo edhe jam edhe një vetë të çoj. Jeni tu stigmatizuar edhe viktimizuar. Ti je aty. Vetë të dëgjoj notën Çka ka rënë sy që jemi popull me dy standarde ka qenë loja e Elionës edhe Benitës me Klodin. Do më thonë, te dyjat kanë shprej pëlqim, një lloj pëlqimi për Klodin. Benita është persekutu në publik për atë gjest, në ndërkohë që Eliona non-stop është arsye tu e konvrejt me mazhoraz në përpamje. Shumë e konsoliduar në marrë çiko, shumë e formuar. Derisa e po që shkojnë finale, deri ajo pjesa. Do më thonë me dy standarde, të nëse je viktim, nëse je gjuna, njerëz dojnë edhe kanë me ta adhuru. Pse mendon që e dojnë viktimën edhe gjunahen që po thotë? Kështu të paktën kanë tregu formatet e tilla gjithmonë. Edhe Luizi kur ka thonë që është smut e ka fitu publik. Apo nështë jena popull gjuna edhe shohin veten të gjuna. Jo veç kena që mi pa tjerë për fundri neve, që ashtu mendoj. Më shumë për shtatë më vojmë. Pse mohojmë që e këshyru Big Brother? Pse e shohim si torë? Pse munojmë i paraqit në fakt si torë? Kur është një prej show më të shikuar edhe në botë, jo vetëm në Kosovë. Po jo vetëm në po gjithkohë. Unë mendoj që Big Brother VIP Kosova është një pasqyrë realitetit, mentalitetit tonë dhe ne pak a shumë gjithë shqiptarët e gjejmë veten ato këtu në copza, por mendoj që Big Brother VIP Kosova, sidomos i këtij sezoni, nuk është një show, është një laborator i degradimit publik. Kështu e mendoj sikur kemi parë si Leonora. Të thonë në jo çu ka thonë? Ma shpesh me ngroti burrat, onë të mos na dhe mendoj që Bigu i këtij sezoni ka qenë tipik një jo show, laborator i degradimit publik, ku kemi pa ofendime me familje, po vetëm se te përfundoj tash, pjesa e dytë e debatit hapet veç të përfundoj dhon opinionin tim. Kemi pa ofendime për familje, ulje për çmime, bitma, arrogancë pa fond, edhe nëse kjo qenë ka show, edhe nëse kjo po e kënaq ka publikun, atëherë nuk mendoj se ka probleme vetëm banorët brenda, por që kemi probleme edhe gjithë ne këtu jashtë, që po japin klikime disa personave që nuk dinë as me debatu, po e quajmë strategji loje, dikon që ofendojnë tjetrin familje pa e mendu asnjë pikë mënyrën se si ato bën me u ndje dhe si ndjet familja e tyre atje jashtë. Edhe ne po u japim vlera personave ku nuk e mendojnë as karakteret e vet këtë sekuencë. Pastaj unë mendoj që thjesht vetit që secili përcakton vlerën vetit, kërkush nuk ta përcakton vlerën, as nuk ta përcakton Bigu, as televizioni, as populli, as kërkush. Është dikon tek sezona si individ. Është dikon tek emisioni 3 se nuk gabojnë pas deklarate a Laurinit të Patacek edhe më herët ku po duam të cek që pa thënë që Big Brother ka edhe përgjegjësi edukative. Do me thonë, jepë një sekund, nëse do me thonë, ka përgjithësi edukative, nuk kum pa diçka edukative, nëse ti e shonë qa shumë tjetërin, nëse ti nuk veç këshu që shme ullë tjetërin me ngrit vetën, çfarë çmimi është shaj, pra kur ti humbë gjithë çka tjetër. Ma gjithë për hube dhe vetën këtë rast. Ne stash qka din ata vetë për vetën, nuk më mërit, na se diskutojnë në përgjithësi. Do me thonë, kritika jam nuk është vetëm për banor brenda, kritika jam është edhe për produksionin, ku nuk ka vendosur edhe gjumite edhe kufi vetëm për shikueshmëri, atë nuk e ka pas kur nuk e ka menduar se si ndihen edhe si kanë me undjet ata banor ku dalin jashtë të shohin veten në mënyrën se si kanë dalë. Edhe unë mendoj që përfundimisht ky publik i Kosovës ka ardhur koha që meritën pak më shumë. Ne nuk kemi pa një debat, ku është diskutuar për probleme shoqërisë tonë, ne nuk kemi pa debat që është diskutuar për probleme shoqërisë tonë, nuk kemi pa vajzat e tona, brenda Bigo që kanë diskutuar për gratë, për vajzat, ato kriç ka diskutuar nga sa kampanë, është diskutuar rreth familjes një banorës aty brenda. Gestrini e pat një reagim, nuk e di sa u dëgjoj që tha këta jemi na, kjo është familja jonë, mundohemi me mshirë gjonat, me qitë Jo,
që familje të gjona, rritë Kestrin të aktualet. Kestrin, a në familje shqiptare një Big Brother. Me Britma, me Zhurma, me Allakoma. Kjo është shoqënia jonë. Familja jonë shumicë është kështu. Shoqënia jonë është kështu. Na tash mujmë me shqit moral sa dojmë, mujmë mu paraqit këtu. Shoqënia jonë është kështu. Shoqënia jonë mundohet tjetrin mi për ullë, mi stigmatizu, mi nënçmu, mi asi, kur thash e paraqet strukturën shoqënore, pikërisht e paraqet strukturën shoqënore Big Brother, dhe pikërisht se nxit debate për stereotipet, për paragjykimet, për këtë këto çka na jemi tu i fol tash, na jemi tu kontribu në eliminimin e këtyre dukurive në shoqëni. Jemi tu vedisu, mas pari na, di kur i shkon që kjo okej në Big nëse ishin diskutu temat të ndryshme mrena në Big që ndodhin, unë e ti e na mrena në Big dhe po ja nisim na po diskutojnë a diçka dhe nuk nisim unë me të marrë ty sene prej jashtë. Që atëherë në jëmë një lojtari i foto dhe përfaqësoj vetën mrena. Ato detaje mrena nuk ka si na po folim për gjithësi. Na po folim temat të ndryshme që mundesh ti me diskutu mrena në Big. Pa marrë informacion edhe sene tripa nga jashtë. Na e dim që kanë ndryshme sene nuk ju komi marrë shembull. Nuk është me thënë që është shembull duhet me këqyr pa tjetër ti Bigon. Mendoj që këtu më tepër se sa vetë banorët, ashtu si shta dhe Ana, dhe më thonë, faktori kryesor është produksioni, dhe nëse keni vrejtë, sepse është fix që shdojnë ajnë ty me të shplash, nëse po ta marrë shambull. Neve kemi pas një aktore të filmave me pull të kuqe në sezonin e dytë, Albi dhe Goat, edhe nëse keni vënë re për shkak që aso kohë ka qenë produksioni tjetër, ajo aty ka qenë, muna me thonë, me zvajzave ma normali, saj përket paraqitjes edhe debateve, dhe ka qenë shumë e qetë. Këtë njerës kanë pritë që kur ka hy, ajo ka thonë, wow, që ako me bo Albi dhe Goat, se është aktore e filmave me pull kuqe, po jo ajo ka shua shketit të shkak se. Që me është i mirë se e tregon personalitetin e dikuj që ka pos paraqykime prej jashtë. Megjithatë, në 2 vitet e fundit, sidomos si vjetë, për shkak që produksioni ka pas ndryshimet e veta dhe na kanë ardhur njerëz prej Shqipërisë që po e menaxhojnë. Edhe ajo ka shumë. Ajo është preferuar po jeni të paragjyku, çka ka lidhje Shqipërisë se kanë nuk ka rëndësi se dëgjoni ajo produksion na këtë zoj. Shkallin vetë 30 sekonda ami. Po, e vërtet, mandej personi vetëm me përgjithësi mbi veten. Po, çka lidhje që në Shqipërisë, po, na fetimi njerëz media dhe këtu. Bigun e Shqipërisë, jo se po shoh edhe në rrjetet sociale. Big Brother nuk ka një format ku ti kiçit kamerat në shesh edhe aty pa kontroll tash duhesh transmetimin. Normal që ka një produksion. Normal që duhet disa rregulla më respektuar. Normal që duhet disa diskutimi vjen për Shqipërisë dhe për Kosovës, nuk duhet me pas vend heq, për shkak se... Jo, po s'ka të bëjë që është Shqipërisë, është në fjallë. Ta përfundoj, mirë. Nëse është personi në fjallë, ka emër dhe mbi emër, mos përcaktohet me atë se vjen për Shqipërisë ose vjen për Kosovës. Sepse pak ma herët të folja për Brikenin, që është në Big Brother të Shqipërisë, edhe është për Kosovës, edhe unë e kritikova. Në anën tjetër, tash po du me i dhon kredite pozitive Stëraldos. Një djallë që po jep një shembull të jashtëzakonshëm, një djallë që është aty brenda dhe ju tregon të tjerëve që nuk keni nevojë me pa me gjuna, që nuk keni nevojë me i pa persona të cilët po në këndvështrimin tjetër ka një gjuhë agresive në shumicën e rasteve. Është shumë arrogant në shumicën e rasteve, nuk është marrë shembull. Por që dallimi mes neve dhe të Shqipërisë është që si popull ata nuk i marrin për gjuna çfarë do situate të mëshme kite. Këshirin si lojtarë dhe të shka ofran brenda në Big. Ka refuzu me u trajtu si gjuna dhe është trajtu i barabart me secilin. Po dhe s'besoj që i këshin trajtu si gjuna. Nëse me e trajtu për gjuna. Po ta shdore në zemra dhe njëtën e roli me pas një person ofër që e ko nëjës mundja si të shka një pak ma i prekshëm me ta. Derisa mundet me u gjinë vend. Intelektualisht, a i po matet me gjithë të tjerët, edhe nëse po e ofendon, po të ofendon. Dhe më thonë është brenda lojës,
edhe po I bën që ato rregullat e lojës të cilat a pajtohemi apo s'pajtohemi ne me rregullat e lojës. Nëse e keni parë në startin e Bigut të Shqipërisë para se m'ja nis programi, aty thotë që gjithë secili banor merr përgjegjësitë për shkak të që si na përgjigj. Që po du m'ulin me që tha paraprakisht sa në shka I mëson produksioni e tripa. Po jo I mëson po që vendosim po. Ajo vërtë dhe për personit që është mrena nëse do me pranu një skenë ose nuk do me pranu. Nëse Bia ka dosh me dojnë nudo, gjysme e zhveshur, para ekranit u kam përgjithsi e Bia. Unë besoj që Albi s'kësh pranu me dojnë zhveshur. Po besoj që Albi ka ka dhune verzion tjetër të jetës së saj, dhe qaj është konë ashtu japë të ka apo boldva. Big Brother I si vjetëshëm, më falni, por nuk është... Pa më prapë se prapë Bigun e kime këtë. Prapë se prapë Bigun e kime këtë. Big Brother I si vjetëshëm nuk është pasqyrë e shoqënisë tonë. As pak. Është të pru, dhe më thonë, nëse cilin aspekt, na nuk jena që është, më falë. Na jena preq ato sanet që theti ma heret, është të vërtet që mundohemi I paragjikojnë apo nuk jena që është, nuk jena qaq banal, na nuk jena qaq smut, qaq të rend, nuk jena në qatë pik që I ka paraqit. I'm sorry, po produksioni ka paraqit në një pik shumë të keqe që unë nuk mendoj që ata persona që janë qatë veç për jetën sociale dhe për jetën janë kanë të gashmëruar të reagimin. Kuptimin e formatit për tre banor. Për krejt pi as deri në shës, I ka paraqit më të keqe. Po hajde ti kanë tjetër se veç Hygerta në përmatë keqe. Ose Arditin që ke, profesor. Fillë normale, Hygerta. Arditi shumë cool. Ai qipnisë në fillim që u konë si apo që me gjishtapi numran. Do më thonë majoranca na intrigojnë ato personazhe të ato Poenta jam me këtë produksioni vetëm pak. Poenta jam këtë që produksioni jep krah që tyre njerëzve. Do më thonë që bojnë zhurmë, që bojnë skandal, që pranojnë më konë vegla dhe bojnë denigrim total të vetë vetës për një klikim ma shumë. Brenda Bigut që më kalon shumë për shqipje që kom po si I vetë me karakter pozitiv që u konë këto. Ka qenë lundrime. Një djallë që do kë shumë I edukum, që ka luftu në rëzësa këtuve, ka luftu me vetën e ti, ka dit me debatu, ka dzirë shumë gjyra, ka përcirë pozitivitet, ka dit kur me bu hajgare ka pasimet, mos me lëndu tjetret, edhe ka dit edhe mi mbroj, ata në një ambient sikur që aty, ai ka pështu shumë mirë. Unë jem të mundu me gjithë matë mire, prej matë dëmë dhe veç atë. Se jemi si përfatësor. Jemi si përfatësor. Edhe vesh dikush në ashtin fakt me keshë, dridhët, shumë qakunari, Kush ka përqy Alba, Mandoj Benita, edhe ta Hygerta. Tregoj pse. Alben që të regojë në ty pse. Se Alben njerës nuk kanë dojë, kur thëm jemi si përfatësor. Nëse Alben jenë alë dhe ki dëgju me vëmendje, që shumica s'kanë pas njerëva mi dëgju, se të shenë vesh po folë. Që ka folë ajo? Ja ka njës njerës që të mbi Alben, se se ti ngu me vëmendje. Se se ti ngu me vëmendje. Nuk e ti ngu me qelveshin. Alba ka vujt me lujt shumë mirë, nëse se kishtë një vetën që atë Alba e prishin fond. 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 Mirë po. Aja nëse ka për shqitjetuit ka shku deri në fond s'ka kalon gjysë. Ajo është personi ma I mire, që është një person s'ka respekt as një pikë për vetën. Pse? E për këtë jo, për do të kemi shkolla në marketing kemi një shkatë për diskutimin. Se s'ka të malën diskutimin për Big Brother. Fix. Inzet. A mo më shku. U kthehemi për të vazhduar me debatin pse shikohet ka shumë Big Brother. Mirë po, ne e zhvilluam debatin këtu se kush cili personazh çka përfaqëson.
Dhe sigurisht fituesi përfaqëson shumicën e vendit, shumicën e njerëzve. Dhe po kush mendon paneli se do të fitoj dhe cilat janë arsyet se do të fitoj? Në fakt, e kom një pyetje për Zoen. A e kiftoft? Jo shumë pak një shlafro, ka ma bjen dikosh. Po të shalon se e trëntar, veç Bani Mantil. Sa ballë. Po thamë që kanë thonë taksin e herë. Jo, se me Ziza viti i ri, sa në vene, Kjo jo, Zizve që am shoh. Falenderit, që një zemër bashkë e vojna. Unë e menoj që lëndrimi është favorit me fitu, dhe arsyet pse lëndrimi duhet me fitu është që na ka tregu vetë se si i vogël ka pas synime dhe ëndra, edhe nëse çmimi i dashur me ju dhuru dikuj, besoj që i shkon me 100% me të drejt lëndrimit. Na ka tregu se si një djalë i vogël me ëndra, ka pas ëndër më kanë një këngëtar, ka investuar dhe vetë karriera e tij lyp shumë për kushtim edhe shumë investim. Dhe çmimi që i shku në vendin e duhur i shkon te lëndrimi, sepse na dim që lëndrimi kish mujt me investu, jo kish mujt, po mundet me investu në karrierën e tij, edhe pse jo më na përfaqësu në mënyrë më të mirë të mundshme, ndërkombëtarisht, e marr parasysh që Brazili po na këshyr, Turqia po na këshyr, edhe besoj që ishim kanë një shembull tepër i mirë edhe po, inshallah fiton lëndrimi, lëndrim inshallah fiton. E vërtet. Kristrin. Tash, nëse analizojmë si format, edhe në ato që ka duhet me prodhu një show televiziv, lëndrimi. Për personalisht, unë mendoj që lëndrimi nuk do duhet ta fitante, sepse nuk duhemi reduktu në qatë mas një format të tillë të një person që vetëm vallëzon, i bën disa publik me qesh. Se pas ke këshyr mirë. Sot vetë çaja që ka bën me kesh, ka shtanë pozitive ta. Për mendimin tim, ajo që do duhet na përfaqësonte në masë si shoqëni është Hygerta. Se Hygerta më na përfaqëson si shoqëri, se ka populli për gjumur jemi. Një bukuroshe e fjetur u shku në finale. Po për krata që bën pak show ishte njerëz me kesh. Ajo finale ka shku veç për kena nevojë me na shti me kesh, ka shku veç për ajo finale ka shku veç për ajo ka shku aty me bën analiza, me punë me lut psikologët me analizë. Për ashtu pra duhet më shtin 19 palaço me na shti me kesh. Jo, mos ta ndoj lëndrimin që nëse reduktohet në qatë nuk mas është falaçe lëndrimi. personalitetin që do të Lëndrimi është një talentum. Hygerta ka vetë shkaponi 50 mas finale. Nuk jetë ofendu. Hygerta paraqet maturin, Hygerta paraqet mençurin, paraqet bukurin, ka qenë ajo baza logjike e shtëpisë ku secili banor në krizat më të mëdha ka ti je superior nëse këtë banor të momentet krizave vinte te. Në pika të caktuara, jo që gjithmonë. Ti je shku me lut, nuk është unë mendoj që Big Brother do duhet me fitu Hygerta, është mendim i imi. Ti po në momentin që ky e boni zona pyetjen, veç ka ndruan. Veç jo pret, ky veç ja nisi me arsyetu pëlqimin e vet. Domethënë ky as vetë beson që ky për një mënyrë që Hygerta, a dhe pse son paraqitur në debat. Ti nisi me lëndrimin. Ndërgjegja jote mendon që lëndrimi është fitues. Mendimin tam, jo se jo që në fillim nuk ditet me argumentu mendimin. Lëndrimi është fitues sepse mendimi në debat duhet më argumentu. Edhe unë argumentova pse për Hygerta. Ju nuk e argumentuat lëndrimin, ju thatë ma i mirë. Unë argumentova Hygertën. Për këtë arsye. Sepse është një djalë që u rrit në katon, u mësu çish duhet me hek, u mësu çish duhet me një kontrat e tij. Ajo ka shembull i shumë i mirë shqiptar, shumë i mirë që shkoi në atë formë. Por veç pak, përgjithmonë në çetat që tash, nëse Hygerta ka një shembull shumë i mirë, okay, pajtona me ta, si shembull po pajtona si një gru, një non, ka jap shumë shembull pajtona, por për finale nuk u kanë. Përderisa ajo u zgjat finaliste, ka zëm ti, shka ka bëjë për 5 ditë që u bë finalja që u shpall finaliste, shka ofroj për publikun. A përveç gjumit që e kanë të janë e nanë? E ka majt diskutimin e matën, të menqëm,
Ka qenë logjikën ato çka e thot, logjikën ato çka e thot. Televizor me këshyr i gjetën shoshka ato po finales. Petën ka flen. Kur lëndrimi s'ka flet se o ka din që duhet sa më shumë të komunikojmë me kamerën. Edhe vetë ka kthy. Sa herë kom shoh televizionin lëndrimi kon tu kthy. A kështë se s'pon gënë, nuk reduktohet këtë nësia këti formati me një show. Nuk kanë kërkon, vete pra necesare këtë që televizorin do në finalen e kështë meritu në dhe zona si një banori vetëm. Po pa tjetër zona e kështë fitu? Zona kështë meritu Ku me kohë zona? Se kështë fitu piku nëse ishe konë. Jo, në isha shku dëmë se një banore, du të më shku veç e veç, se dyat mundi më shku në finale. Unë isha shku, unë e pashku me krejt tavolinën, që shto s'ka shku. Krejt juve bashkë, edhe kamermanat, regin atje, edhe kidualin tjetër këto, du të mi marrë kitë me veti, unë s'shkoj vetë. Krejt e vërtet, mirë, gjithse se unë vetër e kësha pa një banor me zonën, se edhe ishim për lo dhe ishim dosh dhe qysh. Shku krejt që shto kalablak që shina besej që këshim pas debatet mira dhe këshim pas shka mi ofru publikut. Gjithse se... Në vitin tjetër në themi krejtve kështu bashkë. Era se se vota i në shko për lëndrimin. Ajde djali A, të më thonë kjo për arsye krej lokaliste. Lokaliste u bobe, Paulina. Unë jam për lëndrimin, për të gjitha arsyet e një njeriu të mirë, të Zotit, talentuar, zamër mirë, e meriton lëndrimi edhe jam shumë e lumtur që një person sikur ai s'ka pas nevojë me denigru veten për me mbrim finale. Edhe është një shembull shumë i mirë për me fitu. Nëse edhe pajtona për këto arsye e votoj. Lëndrimi ka qenë një shembull ndryshe prej sezoneve të kaluara që një njeri me shumë energji pozitive, me vallëse, me pak debate, me vlera shumë të larta njerëzore se për më shumica kanë konsideruar faqe a keni përcjell fillim çka i ka bërë lëndrimi Benitës? Shpërbullizimi ja ka Ai i ka treguar të gjitha ngjyrat e një personi. Ai ka treguar të gjitha ngjyrat. Falta, nëse kjo po ndërhyrë po moj. Ngjyrat e vallëzimit po. Të gjitha ngjyrat e mundshme. Kisha pas qef shumë lëndrimi, po mendoj që koha është për me fitu një grup si vjetë. Kush për shembull? Dhe në mes të Elionës dhe Hygertës, unë gjithmonë e zgjedh Hygertën. Jo që më ka përqy diçka shumë, po thjesht nëse kish fitu Eliona, kish me qenë fitore mshirës. Okej, vitin e ashëm për vitin e ashëm, ose ku për Hygerta, unë ju bëj thirrje krejt kush do me hi në beg, nëse jeni shumë gjymasha, keni qef gjumin e doni gjumin, aplikoni për beg edhe ju pranoj. Edhe kemi fitus nëse veç që fiton Hygerta. Na jena për fitu një grua, por këtë rast e meriton. Ketina për me fitu një grup, po e meriton lëndrimi. Du të mja jap ato që meriton ati që i takon vlla, shumë pikë. Ai që meriton. Okej, se ta dëgjojmë edhe erën. Ata ma miru po mësë më dalë hesh, ato kështë fitu Kosova më përmit. Po me qenë se, e kemi këtë kodër, atërë vota ime shkon për lëndrimin. Këta që jemi feministe, sa të që folim për gratë, neve nuk na duhen gratë që s'plasin për gratë, gratë që flajnë, gratë që s'luftojnë për drejtat grave, kështu që vota jem shkon për lëndrimin. Që i mbulojnë sanet që ndodhë në realitet, edhe që poshën dikushtim social. Tim Gerta. Zona për ndryshet, më falë. Më falë të mu kësa njëra. Të kom propozu për opinionista në Facebook, edhe ka pas bukur shumë komente edhe mesazhe që po kishin njerëz qef me të parë në event të Leonorës. Pa tjetër, edhe unë vetë sa ka shkaj atëm që nëse zona i shkon opinionista aty bashkë me Valdrinin i shkon perfekt. Po zona shumë pami në jashtë me pivlerësan. Këtë banor po thot doket Po zona ta si kështu hesh? Po që ato po shihet që nuk e përcjell shumë, domethënë nuk po hin ma fem. Pa kish këshyr kjo kur Sa pune e sigurisht që i kisha këshyr deri në fund. A kisha pa vetën si opinioniste? Unë kur e komentoj politikën që janë shumë a keq pse komentoj Big Edhe në përzojnë një pytja, me do që ishim ami se Leonora. Tjetër, unë e pajtonat që kish pas më kanë shumë ma mirë se Leonora dhe kish pas me japë komente të cilat ja kishin vlejt edhe nuk kish kanë një anshme. Ose populiste.
Popullistë të zonës. Unë veç popullistë. Unë mendoj që shumë a letë mi komentu Big Brother edhe ki shumë a shumë gjana me vlerë mi komentu Big Brother se mi komentu parlamentin e Kosovës. Se ki të rifarë. Shumë a vlera ka Big Brother se sa ku vendi i Kosovës në për momentin. Të ngjajshëm ju Absolutisht, dhe me thanë shumë a mirë është mi komentu Big Brother se mi komentu politikën në Kosovë. E kësha bodë një blatë madhë, definitivisht. Që në dora në zemër gati edhe në kuvend u ban një vlaj madhë, Albini, se e ka mush vetëndosja ma shumë se gjysën e kuvendit e ka atë vetën. Që ka vlajnë e madhë. Ishtë pak popullin me kesh, se kritikojnë edhe pedin shka po kanë qef, që populli po kanë qef Big Brother. Anim se Big Brother transmitohet me një periud të vitit që njerë zakonisht e në për shpjanatën edhe këshyrin s'ki ka ik, dosh me... Unë e mënaj që Bigo për një man tash mu këthy dhe pak të që qështja e Bigo, mënaj që është një sanë okej dhe nuk më përgjam pëse njerëzit tojnë pëse kena Big të na. Na duhet me logaritë që Bigo është në gjdo sep të botës edhe kur ta këshyrisht të na nuk është që jonë të boku me diçka shka bojnë venet të tjera. Nëse nave që e shumë Bigun e Serbis aty të degradojnë në mënyrë ahmat këshijat vonshme. Ama është patin tjetër zoj, ate kanë drejtë edhe me shkanu në fizike, është pak ma ndryshe. Edhe ate ka mardhani seksuale për natë. Po, për shambull më ndonë qaj sen, kur ndonë qaj sen të na e që kujnë edhe dojmë pësa është të bo. Në 3 sezona ka pas... Na nuk kemi pa kamera, shka ka ho branda. Që kena mbrin këto qarësit lartë, nuk e transmitu. Opinioniste për mi ditë. Nuk është transmitu. Qaja është që na nuk duhet më thonë pëse kena Big të na, sepse Bigu duhet me egzistu. A kësha pas që atë në pasë zhullës kena shumë Big? Unë me në që është dosh mi transmitua. Është një dalën, se për një marrë, edhe një për me pas Big Brother, po dalon arktime me ato që ka ofru neve këtë Big. Adin, nësë unë e këshurë një praj, mësë kumë po kur arktim, unë e kumë po vish për plasje, vish ofendime, vish për nënshmime, adin, për cilën arktim, për energji pozitive dhe po thot jo, saj vish ka valzu. Po që dhe ana ku ka tonë graj, ju ka dojnë se ka kënu. Ka dojnë për shpeta. Me kësrini qëto. Me pa të valzu, është një këshyri Didem Kinallë, është belly dance, që një këshyri ato, mu me këshyri këtë konga me famë që që vë, Tajla. Apo Tajla. Ajo po valzon kemër bugët, ma të nej mu me këshyri Anita e ka po like në ndrimit. Anita është shkolla braziliane ma e famshme worldwide. Ja ka po like në për video. Anita që për venën e Anita. Ajo problemi ja është Akela nga diçka jo fru ma shumë se sa kash. Këto është problemi. A mujna nga një publik që meriton me këtë diçka pak. Mendoj që publiku duhet me këshyrë gjithë shka. Kur them gjithë shka, gjithë mund me ofru qka do tash njerëzit mund me thonë pëse duhet me këshyrë zonat. Na e frojna këtë anën tonë, e ofrojna perspektive tonë. Big Brother e ofron të sajna, një televizion tjetër, një emision tjetër e ofron të vetën, kështu që nuk mendoj që është mirë me thonë që nuk duhet jetë një diçka sepse këta nuk e meriton publiku. Fundja publiku zgjedh me këshyrë çka donaj. Edhe në kohë mirë po, unë mendoj që nëse më pyet mua për Big Brother, mendimi nëse më pyet mua për Big Brother, mendoj që bën me këshyr Big Brother, mendoj që ja vlen me këshyr Big Brother, mendoj që nuk është marrë me këshyr Big Brother, mendoj që nuk është marrë as me hinë në Big Brother, mendoj që as nuk është marrë me hinë në Big Brother, mendoj që ato ka parë sekunda që ata për shembull kom Big Brother i parë VIP që kanë shenë në Shqipëni, ato e kanë këshyr Ilir Shaqiri u kanë jashtëzakonshëm, kanë shumë i mirë. Ke pas edhe Big Brother në Kosovë, ka pas shumë personazhe të mira, Alba për shembull është një prej vajzave tepër të mira që kanë VIP 2. Për shembull një prej personazheve që ka qenë Big Brother, që është më e mira. Model. Më e mira në shqiptari, që hiç s'ka më të mirë. Hiç. Është te po pak edhe në studion e zona është ka pasur. Një mas për më. E kemi për zona, jo po vlas për ora ka bashën. E kena pas mendova që të don për Alba Vu kanë më mirë se ajo shumë e mirë, shumë zemër prej studios. Po kemi Ana ka bashën
sidomos për Big Brother, unë e kom ftu për Big Brother. Unë anën ma herët nuk e kom njoft nështë si këngëtare, edhe nuk është që kom pas naj qka bonana, kush është anam. Nuk e, me pa e veç në kamerë, të kënu, nështë nuk e kësha tirë për debat. Aso kohë e pas ke kështu Big Brother? Po, sepse unë nuk e kom dit qka me ndonana, qka thot ana, unë ku pa të kënu dhe shumë mirë që kënan. Mirë po, kur i kom pa mendimet e saj, më ka shty me e thirë me ullë edhe në studion e zonave. Njëjtë është për personazhe, për shembull tjera që zojën, ose dikon tjetër koptet para... Po që, kjo është e mira që ka asë, kjo është e mira që i ka shërbyr dhe lëndrimet atë mrena që kështë përfundoj. E mira më falj, që i ka shërbyr lëndrimet mrena që ka i në Big, për shkak që nëse lëndrimin ma herët e këna po në rrjetet sociale, është paragjyku dhe pak për stilin e ti. Po lëndrimi si një artist, përveç artistit ka kallëzu pozitivitet, se me zemrën e ti, me pozitivitetin e ti, ka mri me shpërthy ndërkombëtarisht edhe me ju pëlqy. Tash nëse na kena po lëndrimin të vallëzu para ekranin sare kena qitë Big Brother, ajo shumë mirë sa ajo është një artist. S'ka gjatë ajo është me gjitha Prime nuk ka për të vallëzu veç shtotet me ditë, Ana në Prime nuk u do në arë qka kënu. Ana në Prime u dollë për debate. Lëndrimit e bo nuk ka qenë pjesë e Prime-ave. Debate, po që ka shështë Nuk ka qenë pjesë e Prime-ave. Ajo që ka desha me thami që ato është, ndoshta është gabimi jam, po opinioni jam personal, që në kur një nuk me pranu edhe më duke shumë shqetësuar se ku disa gjana merren vetëm si normale. Kur e keqja merret, po është normale, po nuk është normale. Çka është normale? Çka është normale? Ofendua, por nuk është normale. Kjo është për Nuk është normale të bëhet me lujt me linja të tjetër. Ku t'ja që po na këshyre, po dojnë zona lavdoj edhe Luizën. Vesh se tash e lavdoj edhe moderatorët dhe opinionistat të në kohën e kanë që të krenarie që na dhe përvojna gjana shumë të bukra, unë që ato të bukra njëm të luftu me gjithë. Së përmoj me gjithë. Në Prime si me gjithë, po ta garantaj. Prime është për debate. Era, qëre, edhe bukura është pak relative. Ta është bukur për mu, për ato është ndryshe. Mirë po, ka shumë shpesh debate, mesazhet të cilat ofrohen në Big Brother që përqojnë mesazhe dhe tutje. Për shembull, ka një editare, ka një prej figurave në Big Brother Albania, ai ka tregu për dhunën e babës, që ka bërë Daltina, që ka ik, thjesht e ka mbrojt nanën e vet, ka çup mesazhe dhe tutje. Masandej ka pas debate, ka pas edhe figura tepër, ajo ka në Itali, sa e vajza migrante në Itali me flokë bardha. Heidi? Jo, Heidi. U kanë shumë simpatike, u kanë shumë humor, të në kohën ka bërë humor. Benjada. Ka bërë shumë humor, ka bërë tepër humor, ka bërë gjanat mira. Masandej në Big Brother kemi çifte të cilat kanë dalë të martu dhe sot kanë fëmijë. Jënë bashkë për Kosovë. Sora dhe Bardi, po shumë paragjykimet që ka pas Bardi për Sarën. Angel Shkira, që është martu me këtë djalin e Kosovës. Masandej, ka shumë gjana që dalin interesante i Big Brother. Ama në Kosovë, gjana aty, në Kosovë. Hajtë shpi folë për Shqipni, gjemi për Kosovë qëto. Ka posë. Ta është edhe njerëz nuk po kanë guxim, ti po kërkon diçka tjetër me pa, po s'kan për guxim. Mirë, a më lejoni veç pak se... Unë pa i folin se veç po du më lidhë dhe shpet po da e fjallën. Nëse i pyet njerëzit kush është zona, vdiu se për çka mendon zonën, si të nish emrin e zonës, çka shëmënja këtë thonë, a e guxim shme flet. Beson, unë nuk ma marrë mendja që kisha mujtë më shku me him Big Brother edhe me 24 orë në kamera. Nëse flasim veç për guxim. Ata njerëz të cilët shkojnë me hynë edhe në Big Brother, janë një karakter tepër i fortë i njerëz, i cili mundet me përballu gjithçka. Se ndoshta nuk mundesh në kamera me transmetu pjesën më të mirë tonën. Ndoshta ti ke më dalë krejt ndryshe shqipri asaj që e live personave që ki brenda shtëpisë se s'mund të shmi unik aty. Prandaj edhe kjo është, unë e kom pasur e kritiku Benitën. Për qasin e saj, shta shka konë histerike, ajo se ma të kimikën. E kanë qytë shpejt në shtatë dhe histerike, po jo. Nuk më ka pëlqyer mënyrën që në fillim është trajtuar kamera. Nuk më ka pëlqyer mënyrën A mundem e ju lutem veç pak vëmendje? Dë sekonda, all eyes on me, ju lutem. Me qëtë kamerë më me fola, po. Dere sa po flasim për Big Brother të dëruar shikues, ne kemi një loj Big Brother i këtu branda panelit të zonave, kështu që dhe ne përgatitim befasit të ndryshme për njerëzit të cilët i kemi për zamër, e ndë njëherë kur dua me befasu dikon dhe befasojmë kështu me të vërtet, sonë të kemi vendos me befasu zonër, një loj Big Brother i loj të vetë, që ajo nuk i ka prit, zona ka me festu ditlindjen pas nesër,
por duke marrë parasysh që nuk kemi prime, rrjedhimisht. Debat pas nesër, shkoj me përfaqësim që kemi përgatitur. Ama doli me duhet me bendje. Tani që si, ju lutem! Banor. Jam ka menoj që am i ble zonës për ditëlindje. Dhe kur më erdhi idea, ja gjeta një burr. Masi s'po jam ush synin kërkosh, atëherë ky burri po doke si Pinokjo. Zona thot burrat rajnë, bile Pinokios i vrejet huna i rritet kur rajnë. Zanosh, për këtë ditëlindje, prej meje i ki robat e bebës, spitalin edhe doktorin. Urime ditëlindje në i bësh 100, të duam shumë. Pra zona e ka ditëlindjen, njona për e marton, tjetra e boni të tishat gati për bebe. E unë për e rezervoj pushimin, se zona definitivisht nuk ka nevoj për burë, ajo thjesht ka nevoj me shku në deti edhe vesh me u knaq. Zonë, hajdi ikem, se stresin nuk na i pagun faturat. Zan, urime ditëlindjen, mos i merr parasysh asnjë prej urimeve të tjerëve, ti bëj veç si di vet, sa ashtu din mas mirë ti. Të bus nga larg. Happy birthday! Ama ta urojnë kështu, ta mund kërë këtë ditëlindje. Në e kongë. Ashtë ashtë mësër kesh, ashtë Jo, nuk është kesh, është shumë prekur dhe party. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Zana. Happy birthday to you. Urime zemë. Ama ta urojnë klopin 28, në dhurata. Në dhurata ka mënë. Aje një vendon në ma. Shumë kreative dhe shka. A përshën sa mune më bu pozitiv. E jam jo kur e pike dhe Paulina. Bona si dëndërin. Quse dhe si e të një vesh. Dhe se e të rëmësit e shumë. Dhe i për ti. Të është bërëzimët më dojnë e mora. Perfect. Bebe, kjo dhe mujnë e mjallë të tajo. Zona s'ka nevoj heq. Vesh diçka, se nuk moj, do më thonë, ku do që flet Rita Beadini, nuk moj para agu. Do më thonë, prej Frankfurtit, Angliza, ku do që ke atje, mos i dëgjo ato, mos i dëgjo, por e më rati se studia ku je. Ato e kom e vladë. Në Angli është ajo, në Angli. E kom e vladë. Ne pjavërëm gjithat mirat, mos i dëgjo atje. Dishka, unë menoj që zona e meriton i burë ma të mirë se qaj që ja ke zgjedh. Po e vërtet, po kjo s'pe gjen as një, tani më tash bile një që vrije kur rajnë, në vëden. Ashtë ashtë me dëshu sa zos po bënë. Edhe për ata që të ishin zona nuk kesh që e stajnë të është. Veç duhet me ditë qysh. Normal. E ky Big Brother jon dëshmon diçka, dëshmon që brenda një grupi ku ka mos pajtime të mëdha, ka dashni, ka respekt, ka miqësi, e mbi gjitha ka një bashkëpunim. Për me bu këtë video, ne kemi bashkëpunu bashkë, kemi punu edhe me Ritën e cila është jashtë vendit, edhe ka qenë shumë bashkëpunuse, ka qenë duke u thu për një vendin tjetër, edhe gjithmonë u konë me ndjenje se si po dalë video, derisa i kemi botë të gjitha videot bashkë për me i montu, kështu që besoj që kjo është një mesazh përveç se një urim për zonën, cilin na e dojmë shumë, edhe një mesazh për masën që le të mbizotroj pak respekti, dashnia në të gjitha vendet ku ju punoni edhe bashkëpunoni, sepse mundeni edhe mos me u pajtu, po me rëndësi është me pas respekt edhe me u dorë. Zona, halon të kish. Stiqi nëse... Shpenzimet ma të noja e kumaru, ne? Doktori edhe shpitali. Unë i dhët mjak vend një kështu Pinokjo ta Unë e Kastrini me nëjna për emër. Jo dhurata në fund. Ama ideja është që për të kthejmë tash të Big Brother. Jo, falë. Hajde Faleminderit shumë. Ana, Paulina, Era, Rita, atje ku do që je, faleminderit shumë, surpriza ma e mirë najherë. Definitivisht, unë keni botë te për mundimin dhe me kesh te për shumë. Me qëti me kesh në shpirë. I kështë gjithë elementet ma të bukra dhe ma të kanshme. Nëse mu më pyet dikush për çka jam krenare, në krejt këtë karierën tam dhe në krejt këtë rrugtimin tam është sigurisht për emisionin Zonat. Edhe për panelet dhe për bashkëpunëtorë që i kom për krah. Tepër faleminderit. As nuk e prita sot. Nuk na gazove cila është dëshira ditëlindjes. Se po menu.
Se unë e kom shtunën, kështë që unë nuk e kom mendu që sot vjen diçka për ditëlindje. Ditën e kaluar aty më sjell një torte. Kështë që faleminderit shumë i kom shpirt të katrave. Ndërsa jo sa për në me shumë. Është edhe një mesazh shumë i mirë se njerëzit mundesh mi bë lumtur edhe me sanet vogla, me çështja tha Paulina me dashuri, me respekt. Edhe me menyrën e dhuratat që shio e këni menu. E këtë gjykoj që në alë vënd që e do i ke limin. Këtë kundër bashkënis. Këtë kundër bashkënis. Dashuria dhe vetë mohimi janë dy gjëra të ndryshme. O dashnja të shkashme. Jo, se dashim edhe minutat e fundit. Dhe kështu që faleminderit shumë. Qika faleminderit të vjus që qëllut edhe ishtë në studio. Faleminderit edhe për debatin. Ke shumë knasi me ju pas në studio, me ngu këto mendime tepër të vlefshme, unë pëlqeu pikpamja e secillit, edhe shumë gjana edhe interesante, bile prej Kestrinit edhe mësova, mora edhe diçka ma shumë dyshysh ma formësoj edhe një mendim që e kom pas, pjezonja si për herë mendimet jashtëzakonshme dhe të mira, edhe Lavinoti i jashtëzakonshme dhe i mirë si për herë, faleminderit Lavinot shumë që e ke ardhur në studion e Zanave. Ana, Era, Paulina dhe Rita atje, ju falenderoj shumë për videon tepër të jashtëzakonshme, tepër të mirë. Am qitë pak për sistemit të emisionit. Se nuk di ma Big Brother për mason, a ke ideja Big Brother? Kjo të regat që për një produkti edhe ku ka të lifar personazhe, mund është me nëzirë edhe pjesë më të mirat, ju është pjesë e këqia. Edhe kjo vjen për Big Brother. Kamë se shani Big Brother. Jo, kjo vjen për Big Brother, se Big Brother dhe atë të duar. Edhe unë për them sigurata, unë e fitova Big Brother. Njerëzit e kanë një përshtypje që për shkak të debateve të ashpra që bëhen, sa po të fiken kamerat, ne s'flasim asë njëna me tjetrën, besoj që kjo është një tjetër formë për me tregu që për kundër mendimeve ndryshe ekziston një respekt i jashtëzakonshëm, për kundër mendimeve ndryshe që unë i kam me Zanën, sidomos edhe me Ritën, ndonjëherë edhe me Anën, ekziston një respekt i jashtëzakonshëm mes neve, e që besoj që duhet me shërby edhe si shembull për të gjithë ata që po na ndjekin, sepse mbi të gjitha ne duhet me respektu njëri tjetrin, edhe dallimet që i kemi me i pranu. Kështu që ç'është do që jeni ju dua. Adoni kërkoj faljarës në fillim pak debat më pas. Nëse diçka jo përshtatshme. Jo, më stanin, se ti kjo plojnë tanë të amen luftojnë edhe fjallën e fundit saj për këtë. Shumë edhe më pëlqen shumë si. Faleminderit. Këto valla në Big Brother. Për fund. Big Brotheri nuk është format ku jep vetëm show, është shumë i rëndësishëm për një shoqëni. Fakti që na debatojmë për personalitetet aty dhe intrigohemi atë shumë nga personalitetet aty, tregon që kjo është familja jonë, kjo është shoqënia jonë dhe na jemi ata. Si dikush pak, po kryesisht na jemi ata. Secili duhet me marrë përgjegjësi, se për një nuk është vetë ti që thuni fjalë, po ka plot njerëz që ndoshta bazohen te ti, e duhet me pas kujdes çfarë po thu. Kështu që kujdesni. Është Big Brother është çështje edhe shijes personale, kush i pëlqen e kush jo, është më shumë e rëndësishme nuk është, po ka një personalitet brenda tregon që fakti që secili këtu jemi për ka një personalitet brenda tregon që Big Brother e përfaqëson strukturën shoqërore. Paulina e mirë. Po më këthim filmin, që mi boni parë. Përmendit. Panelin e më pak ka të shokuar. E bukre këti debati është. Paulina po kesh. Dhe njerë pasë vjerës ti me prospekt. Shpërthim kërkim paljet. Po nasë këtë debatë Paulinë. Shpërthim me njerë këm këtë paljet. Djema vetën ti ma, që shka që na e mulla Paulina Luqi. E këthema Kestrini në rrugën e dukur. Po, në raport edhe për një fjallë, më raport me... Për shumire efektove. Thank you. E bukur, falimderit. Po një falet, orej që jo. E regjisi për që Ju falenderoj shumë për juve, për secilin Era. Fjallën në fundit këtë emision e kam për ty pikresht. Uroj që shumë vajza të reja në Kosovë që këtë ditëlindje, si që ke festu ti, ta rinë edhe ato, ta përmbushën gjitha anërat e tyre në jetë, dhe ta festojnë ditëlindje ka shkrenari, dhe kemi vajza ka shgëllëzënshme që ndoshta bara në këti emisioni shpeshherë mbisu pe je të ajo që e ke bartë me shumë krenari mbi vete, dhe unë jam shumë minjohëse për këta, kështu që urimet, festof gjithmonë, paqim gjithmonë për shumë vajza dhe gra tjera këtu në Kosovë, sepse ne edhe gjithë tjerë ka nevojë për ty.
Edhe shpakani të dashme përmbyll pa mu pa dhënë mendimin të përbek. Shumë falenderit tjera për të fjallë që të kom bashkëpunëtore, Zoja. Unë të shqetëse ka dhe para prakesht, jam për Bigun, Bigu nuk është marrë, Bigu është gjendja jotja personale nëse ti veç do me këshyrat programe arktu, ose ti veç nëse rinë kënd vështrem e jep. Unë veç muj me ju bo thire tashmasi që është në përfundim Bigu, kush dhe që dënë në të ardhmen me hi në Big, me përgadit vetën maksimalisht, me kanë të përgjithshëm edhe me pas një lloj vetëdijsimi se mrena kur t'janë aty, shka dojnë me ofru, shka dojnë me thonë për njerëzit, edhe ku dojnë me mbri me atë dëshirë që ata hynë mrena në Big edhe çfarë shembulli dojnë me thonë. Shembull s'kisha thonë se s'ki nevojë me marrë shembull dikon mrena, po shembulli vetvetes. Të pak të më palet bashkë me vetën. Megjithatë, ndjeki në dëshirat e juaja. Unë ju falenderoj që secili prej jush që ishin sot në studion e Zonave dhe për debatin e vlefshëm që e vet. Shikoni Big Brother, shikoni debate politike, shikoni sport, muzikë, çka do që t'ja udhën zemra, më shumë t'i kishuni Zona, sepse është emisioni më i mirë. Po si do që t'jetë, vetëm ndihuni mirë. Kjo është e rëndësishmja. Edhe personazhet që janë brenda, mos i gjykoni sepse ajo është vetëm një anë e tyne, megjithatë janë kamerat aty, megjithatë është televizion, megjithatë është show. Në fund të ditës të gjithë jemi njerëz me hallë dhe me dertë. Në fund të kthehemi në shtëpi tona, përballemi me hallë dhe dertët që i kemi lënë pa atu kur e kemi lënë shtëpi, kur kemi dalë jashtë. Ne do të shihemi javën tjetër, ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe natën e mirë.